Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Mirë se po takohemi në një VV show tjetër bashkë me Visarin. Sot kur po incizohet ky emision, pra ditë e premte, janë edhe 12 ditë afat që Kuvendi i Kosovës të zgjedhë një president për të shmangur zgjedhjet tjera të jashtëzakonshme dhe të cilat do ta fusnin Kosovën në një cikël pafund zgjedhjesh. Zgjedhja e presidentit Kosovës konstatohet gjithandej, përfshirë nga diplomat perëndimor, se e fut Kosovën mesin e shteteve të dështuara. Pra, kur institucionet nuk krijohen, konstatohet që shteti po dështon. Dhe fajtori për këtë sigurisht është Albin Kurti me numrin më të madh votave dhe dëshira e tij për të kapur gjithçka, për të kontrolluar gjithçka, për të pasur pushtet absolut në Kosovë përmbi të gjitha institucionet e Republikës. Këtë çështje do ta diskutojmë me Visarin për të parë mundësitë e një rrugdalje apo të një nënshtrimit të mundshëm të opozitës, në mënyrë që zoti Kurti ta bëj Glauconiusin president dhe kësaj ai të konsolidojë një pushtet prej të cilit vështirë që mund të lirohet dikush. Visar, zgjata pak, por megjithatë pak a shumë kështu e shoh në këtë gjendje dhe këtë. A ka gjasa që të nënshtrohet opozita, pra të nënshtrohet zotit Kurti, apo që të shkojmë në zgjedhje të reja, kur i kemi edhe pak ditë. Po, tash këtu kemi qenë në një situatë për mendimin tim jashtëzakonisht paradoksale gjatë kësaj periudhe, sepse kemi qenë në një situatë në të cilën më shumë ka folë për zgjedhje, ka shtyr ka zgjedhje të pushtetit se sa opozita. E zakonisht do duhet të ishte kundërta, pra ai që e ka qeverinë ai nuk ka interes me shku në zgjedhje, nuk ishte dashur me pas interes. Ndërkohë që këta nuk e kanë, natyrisht që kanë interes me shku në zgjedhje me synu edhe një herë, domethënë, në rezultat më të mirë zgjedhor. Këtu pak a shumë kjo është ka qenë prapakthyer. Më shumë ka folë për zgjedhje Albin Kurti se tjerë. Dhe vazhdon me sjelljet e tij, domethënë me drejtu. Po përdor këto si trysni për mi opozitën. Se shkojnë zgjedhje. Po qartë në fillim edhe ka mujt me besu që kjo dhezë, po tash përshihet që jo. Tash përshihet që opozita para se me u nënshtru është më angazhme me shku në zgjedhje. Në kuptimin e gatishmërisë për me i rezistu të quaj ashtu kapjes së plotë të gjitha institucioneve nga zoti Albin Kurti. Natyrisht tash nëse i marrim dhe analizojmë deklaratat, shumë kush mundet me mendu që as Kurti nuk ka interes me shku në zgjedhje, dhe unë mendoj që mbas edhe kështu nuk do duhet të kishte interes. Natyrisht, sepse i ka qeverinë i vetëm dhe mundet me qeverisë. Po mund të ketë edhe faktorë tjerë, pse për shembull është hyrë në atë drejtim, që mund të jenë edhe faktorë jashtë kontrollit tonë, pra gjeopolitik kështu me radhë, po mund të jenë edhe faktorë të brendshëm. Një prej arsyeve pse unë mendoj që Kurti do të kishte dëshirë me shku në zgjedhje është që të mos harrojmë që Kurti është në një situatë të favorshme. Jo karshi rezultatit të mundshëm zgjedhor, që mund të vijë në zgjedhjet e qershorit, mirë po karshi kontrollit përmbi institucionin kryesor që ka qeverinë dhe që ka është më menazi buxhetit. Dhe Kurti në fakt e ka shumë të rëndësishme që me pas periudha kur ai drejton, po pa llogaridhënie. Pra me një kuvend jo funksional nuk ka llogaridhënie në kuvend. Ashtu kështu është që po e kontrollon kuvendi sepse ka shumicë. Sakt. Kuvendin po por megjithatë debat ka. Po veç po e shoh që edhe kuvendin ton kohën po e marrin në një gjendje emergjente.
Domethënë se cilën seancë kuvendit diskutimi kryesor është tentim futja e ligjeve të reja nga lëvizjeve të vendosje, edhe mos mjollon kohë deputetëve për me i diskutuar. Po, me seancat jashtëzakonshme. Ne kemi kalu, kuvendi i Republikës Kosovës i ka kalu disa ligje shumë të rëndësishme për cilat na nuk e kemi pas as një minutë diskutim. Ne bej lemo ditë që është dashme pas. Kemi përmendur edhe herën kaluar ligjin për sigurimin shëndetësor, ligjin për byron, rikthimin e ligjit për byron. Ligji për çmimet tavan, tash ligji për energjinë që është diskutuar pranë me kështu me radhë. Domethënë na e dim çka kanë ato ligje si publik për shkak. Unë nuk e di për vetë, edhe pse e përcjelli këto. Nuk e di çka kanë sigurimin shëndetësor. Unë kam dëgjuar tazëm ministrën e drejtësisë zonjën Gërvalla, e cila në komision tha që ligji për byron është i njëjti, prandaj s'ka pas nevojë për diskutim publik, apo? Ai ishte kjo deklarata e saj. Si është i njëjti, po çato ta ka zgjuar gjykata kushtetuese. Ti dosh me ndryshuar ata. Për ndryshe prapë është antikushtetues, nëse është i njëjti, se s'e di. Që po do të thonë është ka shndrohet diskutimi publik dhe politikë është ka shndrohet në një anomali ku krejt opinioni publik është i mbajtur i fokusuar në një pikë, pra apo zgjedhin president ose jo, që është pikë e rëndësishme, ndërkohë që shumë çështje tjera shumë të rëndësishme po ndodhin në anën tjetër, për të cilat nuk ka diskutim. Gjykata kushtetuese 2 anëtar të ri që mund të dërgojë vendosje. Kapja KPM-s, kapja bordit të RTK-s, ose rikapja e bordit të RTK-s. Po ngutia me këto votimi këtyre ligjeve, zgjedhja e antarëve të bordit të RTK-s, të komisionit pavarur për media dhe të dy gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, të përzgjedhur të vetëvendosjes, mu po ma konfirmon që Albin Kurti po e di që po shkojmë zgjedhje. Dhe për këtë arsye po do ti votoj disa ligje elektorale, me të cilat ai ka ardhur në pushtet, ka qenë në pushtet, nuk i ka miratu, duhet të theksu se ligji për sigurimin shëndetësor është votu në kohën e Isa Mustafës. Pra ne kemi pas një ligj fuqi, vetëm është dashur të mbledhet primi, si quhet. Ai nuk ka ndodhur asnjëherë. Dhe tani ky ligj që e votuan me kaq nguti, edhe në qeveri, edhe në kuvend, përfshir atë për çmime tavan në kohë krize, përfshir ligjin për byron, për verifikim dhe konfiskim të pasurisë pa justifikueshme, e bëjnë, po i përdor zoti Kurti si kartë që kur shkon zgjedhje, me pas si prezantim para publikut se këshire çka kemi bërë na. Që në fakt nuk ka bërë kur gjë. Se në bazë të një bisede që e pata me Dardan Sejdiun, kolegun ton, mikun ton, ai shpjegoi se ky ligj është i pazbatueshëm. Ky ligj nuk ka më dhënë asnjë lloj rezultati në sigurimin në shëndetësi. Domethënë nuk ka më ndruar as shëndetësinë, nuk ka më ja u përmirësu si me thonë kujdesin shëndetësor qytetarëve të këtij vendit, përveç që kanë me pagu edhe punëdhënësit edhe punëmarrësit para, por që ai ligj s'ka me pas asnjë 3.5%. Po s'ka me pas asnjë lloj funksioni, sepse njerëzit kanë me pa kur ti shkojnë aty ka 50 euro, 60 euro në muaj që janë alin për sigurime shëndetësore, ndërkohë që nuk marrin shërbime, atëherë ka me qenë problematike, kur preken ata. Sakt, po unë e kam fituar një përshtypje që një pjesë e konsiderueshme e projekteve dhe reformave të mëdha që ka premtuar Kurti, ka premtuar 2021-ën, i ka përsërit 2025-ën, 2026-ën kështu me radhë. Më shumë kanë synim, siç e tha edhe ti, pra për më u paraqit kinse unë po tentoj me bëj diçka sa që ka për qëllim zbatim. Në që një pjesë e konsiderueshme këtyre reformave nuk kanë qenë të menduara kur më u zbatu. Për shembull kemi rastin me fondin sovran, për cilin është folur shumë, po është bën një dokument të përgatitur, bën një ligj kështu me radhë, kur që s'ka ndodhur me ato. Banka zhvillimore. Banka zhvillimore që s'kan filluar fare. Tash apet tashin, tash na marrë vesh me Bankën Botërore që më fillu. Banimi social, ka kalu ligji para sa viteve në kuvend, po. Ku është e banim social? Janë disa në ndërtim, disa objekte. Atë sa të merr, domethënë ky asgjë s'ka mujt me ndërtu. Për shembull për ligjin për sigurimin shëndetësor që përmendet ti. Me plot drejt, ka pas ligj në fuqi. Domethënë na kena shkel ligjin për sigurimin shëndetësor institucionet, kanë shkel se kanë zbatuar. A ligji ka qenë miratuar në kuvend. Ka s'ka qenë ligji mirë, po. Apo më na kallëzu cilat kanë qenë pjesë problematike ti dhe cilat i ke adresuar ti. Ose apo do më thonë që ata janë kënd pa përgjithshëm, qeveritë e kaluara dhe nuk kanë dashur me zbatu ligjin. Po 2015 në miratues se kanë zbatu. 4 vjet se kanë zbatu. 5. 2020 një artim pushtet.
deri 2026 dhe në 6 vjet, pse se zbatojsh ti. Ose pse nuk e reformojsh më një herë. Me që të ke interesuar për sigurimin shëndetësor dhe po thuaj që kjo ka më drejt shëndetësinë. Pse nuk e bëjsh LDs prioritar në vitin e parë qeverisës dhe më e zbatu. Apo jo? Pse e lën në fund? Edhe diçka kanë bërë. Në fund të mandatit të kuvendit të kaluar, parti funksionalit, jo këtij 2005-s, e kanë dërguar ligjin në kuvend. Tash kur po e shohin që po afrohemi të zgjedhjet dhe siç e thati me plan për më shkuën zgjedhje, prapë në fund mandatit të kuvendit, të një kuvendi që kanë këtu, e bin ligjin e miratoj. Për me bë fushat me ta. Po kështu po dëmtohet vetë çështja, sepse na nuk po mujmë me fol edhe me kuptu saktë, domethënë çfarë sistemi për sigurimin shëndetësor dhe sigurimin social i duhet Kosovës dhe çysh shkëndesh me ndërtu ata. Bu po më rënë opozita që s'po merret hece. Janë ligje elektorale edhe nuk po don me u bas analizë. Se ata din saktësisht se këto ligje janë jo funksionale. Do të më dalë me thonë për këtë. Po nuk e thonë. Fakti që ti e kritikon sot mënyrën që qeveria i shpenzon parat e buxhetit. Kjo nuk do të thotë që ti e kundër shtesave për fëmijë ose je kundër ndihmave sociale. Nuk do të thotë ti e shpjegon që shkon ndesh ato më po. E jo që shoty i bë qeveria. Apo jo? Nuk ka kurrë të keqe këtu. Domethënë konsolidimi i krejt atyre skemave pensionale dhe sociale të Kosovës ka raport profesional në kuvend që po vitin 2018, anë në mëjnë zgabosha, ku ka punuar Dardani, konsolidimi i tyre i ka dy rezultate. E para e rrit përfitimin për pensionistët dhe skemat sociale, dhe në anë tjetër e zvogëlon shumën e gjithë bashkë me të buxhetit që shkon për të tërë. Apo se ka racionalizim të pareve, edhe targetim. Këta që nga bojnë këta nuk kanë shënjesër, ta veç japin pare që shtu gjujnë për qëllime elektorale. Edhe ajo as nuk ndikon me nxjerrje njerëz për varfërisë, as nuk ja përmirëson jetën. Kur të fuzim këtu edhe faktorin inflacion, i cili prap na u ka bërë problem i madh, atëherë ato parë nuk janë kurrë heq. Janë një farë si më thon kështu ndihmë e momentit, e cila nuk ndikon në mirëqenien e familjes. 6.5 a 6.7 sa ka inflacioni në muajin mars? Inflacioni më të madh ne kemi tash. Po, në Kosovë. Edhe nuk ka kurfar ndërhyrje ose kurfar intervenimi nga qeveria e Republikës Kosovës. Asnjë ide. Kretë ide që ja japin të tjerë, për shembull për naftën, për me hek akcizën. Thoshin jo, kjo ide s'bën, e cila është ideja që bën, nuk e din. Që të lëshojnë një video 20 e Albin Kurtit se çka thoshte në opozitë dhe në pushtet për punën e akcizës. Tatimin e vlerën e shtuar do të jetë i tillë që do të jetë i përjashtuar për prodhimet ushqimore bazë të jetës në Kosovë. Pra TVSH-ja 0 për buk, vaj, krip, sheqer, qumsht, miell e libra. Ndërsa produktet që konsiderohen si më luksoze dhe më të panevojshme do të rriten deri në shkallë për 20% në nivel me shumë shtete të Bashkimit Evropian. Që sa vjet jam kryeministër, gjithmonë keni kërkuar me raste të caktuara, herë heqë aksizën, herë heqë të vëshën, nuk e kum bo asnjënën, janë muajt zgjedhjet, kam fitu veç më shumë. A e kuptoni? Dhe bam. Miratim, ja sa që tha. Duar të rëpasin. Qëre, spari, ajo deklarata e parë. Dhe me thonë, nuk pja kërkën opozitën në fund, Albini ka premtu. Ka premtu? Sa ka qenë premtim. Pak qka që atës kemi pas zgjedhje, për ti qka të fërsh publikën i vazhëtimi. Se aty mund kujtojt, a i deklarata ma e gjatë. A një farë mënyrë thërë, kur të vim në pushtet, kur të që të vim, në të t'i bojmë qëto. E atër s'ka pas krizë. S'ka pas inflacion që kemi sot. Atër ka normal. Inflacioni 2.4% që është normal, konsiderohet si inflacion. Tash ko krizë nuk e bën këta. E dyta nuk është e vërtet që ky ka fitu ma shumë të mos e ul akcizën. Ky ka fitu ma shumë vitin dhjetor 2025-s, pra në zgjedhjet e dyta gjatë vitit, në të cilën nuk ka qenë ky diskutim fare. Kemi diskutuar për këtë gjëra. Apo jo? Kur ka qenë temë, edhe kjo, ky ka rënë 42%. E treta, hajtë ta zëmë që ajo është e vërtet. Pra çka po na thot Kurti, që për to shqetësimi kryesor është apo votojnë qytetarët ajo, apo jo elektorët tjetër qytetarë. Po kjo është të mëshme. Do të thonë një kryeministër i cili thotë për sa kohë që më votojnë mu nuk më intereson, apo afrohen qytetarët ajo, kjo është të mëshme për mendimin tim. Dhe tash provon nëpërmjet Gërpasit. E aq më keq që deputetët e tij e duan të rrakasin kur thotë po më votojnë më shumë. Bravo. Merr vesh të pushtetit vetë. Apo fitojmë në rregull është. Dhe tani ky përpiqet me anë të një ligji ta kontrolloj inflacionin si kërbaq mbi biznesin. Po kthehemi te çmimet tavan që i cakton Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. E njëjta situatë neve na ka ndodhur
2022 kur ka fillu lufta në Ukrainë, që është ajo periudha e rritjes së çmimit të naftës. Njëjtën metodë ka përdor Rozeta Hajdari, ish ministra. Dhe shumë pompa, shumë biznese nuk e kanë respektuar. Për shkak se nuk mund të funksionojnë me humbje. Se kjo është humbje, duke ja përcaktuar marzhën e fitimit kaq të ngushtë, ata nuk mund të punojnë me humbje. Dhe ata lirisht mundin me ndalë, si me thonë, importin apo shitjen e naftës dhe me të kollapsu vendi. Ta nuk e bojnë men këtë situatë, fare. Dhe të gjitha ato dënime që ja ka shqiptu Ministria në atë kohë, bizneset i kanë fitu me gjykatë. I kanë fitu në gjykatë, sepse kanë qenë të kundërlidhshme. E njëjta situatë është tash, e kundërlidhshme. Por këta po provojnë tash me anë një ligji. Që gjykata kushtetuese hoqin një pjesë, pra duhet një mekanizëm i pavarur nga qeveria për të përcaktuar çmimet tavan. Çysh do mi përcaktu këto? Cili është kontrolli? Sa njerëz të duhen për me kontrollu apo abuzohet me çmime ajo? Çka nëse ti ja përcakton? Disa dilema që shtroj. Ja përcakton fitimin kaq të vogël, sa që bizneset me hek dorë prej atij produkti fare. Se ta zom, nëse ti ja përcakton mill, buk, mundet me hek krejtësisht dorë prej atij biznesi dhe me orientu në një produkt tjetër që ti nuk i vë, dot çmim tavan edhe ai me fitu. Pra nga buka me shku në alkool. Sepse aty nuk mundesh me qit çmim të përcaktuar, pra tavan. Më bën përshtypje një pikë që ishte aty, çmim tavan për ujin. Kush e cakton çmimin e ujit? Qysh mundohen këta me mashtru njerëzit? Çmimin e ujit e përcakton një rregullator, njëjtë qysh e përcakton rregullatori çmimin e energjisë elektrike. Pra, ndërmarrjet publike të ysjellësit e kanë një çmim që votohet pra për një bordi të caktuar. Dhe ai çmim nuk lëviz dot. Po do me vu këtij ujit çmim, po këtë ujë njerëzit mund mos e pinë, mos ta blejnë. Sepse e kanë ujin e pishëm në qezme. Prandaj unë e shoh plot probleme, plot defekte, që këta nuk e kanë idenë as më të vogël që kanë të bë, përveç për t'i dhonë kështu wow pompozitet, se ne po vendosim çmime tavan. Si ka me ndikuar kjo? Cila ka me qenë mundësia apo pa mundësia kontrollit të tregut prej institucioneve? Sa inspektori duhen këtij vendi për me kontrollu? Apo kanë me fut krejt militantat e papunë të vetëvendosjes, të cilët kanë me dalë me bastis bizneset për çmime? Po tash që spari të vredit e gjykatës kushtetuese, njërën për tyre duke se e kanë adresu, pra në ligjin e parë ka qenë ideja që Ministria, mos gabofsha ekonomisë dhe financave, ato e kanë adresu, pa të ka qenë dy vredje serioze, që kjo ka qenë njëra. Pra, që ka thot kjo? Kjo thot që tendenca e kurtit në herën e kalume, për çmimet e vënë ka qenë që ai me pasën kontrol. Jo kryeministri, po përmes ministrit, qeveria me pasën drejt kontroll ta. Që gjykata kushtetuese ka thonë nuk do me qenë organi pavarur. Ideja e çmimeve taman është e pranueshme për përputhje me kushtetutën, pra për situata emergjente kështu me radhë, po mënyra që është bëhet ka qenë e papranueshme. E dyta, paqe e rëndësishme, që nuk e dija kanë adresuar, që aty thotë që ligje cënon sigurinë juridike, që nuk kupton që ka dhe ligje tjera që mblojnë të fushë që duhet mua mandamentu që me orën përputhje me këtë ligj. Apo jo? Se na kena ligj për tregtinë e brendshme, kemi disa ligje që mblojnë tregtinë përgjithësi. Është një korpus ligjesh. Inspektorati kështu me radhë. Ai ka ndryshuar ato. Jo, ta flasim për ligjin tavan. A përputhet ky ligj tavan me ato tjera? Pinë kundërshtim e tjera. Pinë kundërshtim se na jemi vendi tregut të lirë. Apo jo? Dhe tash, çka ndodh, këta shkojnë i shqiptojnë gjob, ata shkojnë në gjykatë dhe fitojnë. Fiton me ato, pra s'ka siguri juridike. Ata çysh vendos gjykatë, për shembull kur shkon ti në gjykatë, cilën ligj merr atë bazë. Dy atë ligjet më na duhen kuvent. Atë po hajde që ta zëmë edhe këto kanë adresu. Një prej unë pare jam dakord që ka situata ku shteti duhet me ndërhy për me e mirëmbajt nivelin e çmimeve. Pa di që është ndërhyn Visar në shumicën e shtetit, duke i nxjerrë në treg rezervat. Që të bëhet me dalë. Një prej tyre është nxjerrja e rezervave në treg. E dyta mundesh me caktuar çmimet tavan. Nuk jam kundër idesë në si të tillë. Mirë, po këto do të më bëj bashkë me biznesin.
sepse përgjegjësia ka shi situatës emergjente duhet me qenë e të dyja palëve. Edhe që shteti, qeveria me heq dorë për disa përfitimeve të veta, të vëshë akcizë, të atem qysh dush ja bën, edhe biznesi me heq dorë pak për përfitimeve të veta për një kohë caktuar. Mirë po, çka nuk kupton ajo? Për shembull që me naftën. Çkafet i kanë vendosur tavan. Që shkon kuptu unë e ministrën, edhe tash zonjën Kusari, edhe atëherë zonjën Hajdari, është që këta e kanë vendos tavanin në dallimin e çmimit mes çmimit të blerjes së litrës naftës dhe çmimit të shitjes, apo jo? Pra ta zonë kanë thonë dallimi më me qenë 12 cent jo më shumë. Me pakisë, ndërsa 2 me shumicë. Apo? Po tash, ky nuk o fitim. Ti e blen naftën edhe e shat 12 cent më shtraj, po 12 centën ti e pagun punëtorët, pagun transportin, i pagun tatimet, i pagun energjinë, apo jo? Qiron nëse e kime qiro. Por nuk është këtë fitim 12 centë. Kur ti hjeksh qëto, rreziku është që jo si smet fitim, po baba ki dush me shtu. Humbje me punu. Po, ose me qitë punëtor për punë, se da ajo është gjështë opcion. Apo jo? Po. Tash, Ose me jashtë i qelës. ose me jashtë i qelësin. Hajde që po më shërë kanë do pompat benzinë. Në rregull, na shtas bëhet nomi. Po nëse ja bojmë krejt biznesi që shto. Çka ndodh pastaj? Ose një prej ekonomistët liberal, një prej vrejtjeve kryesore të çmimeve të tavan, ata që thonë, edhe pse edhe kur nuk e kundërshtojnë idenë, thonë që duhet të qenë shumë i kujdesshëm, sepse çmimet të tavan po nuk i vendosë si duhet dhe po nuk i majtë në një afat shumë të shkurt, pra vetëm sa me ndërhyj në një situatë emergjente, ato mund të shndrohen pastaj në prodhuesin kryesor të kontrabandimit mallrave. Sepse kur e vendos të një çmim tavan, në të cilin ti nuk i levërdi me importu, apo jo, ose me shit. Po ai produkt është i nevojshëm për qytetar, ai disi ka më ardh. Ti nuk e importon zyrtarisht dhe formalisht për mes kufinë, se nuk i hesab. Po dikush tjetër e bjen në mënyrë të kontrabanduar dhe e shet. Apo kupton? Edhe pastaj tregu i zi fillon me u rrit. Dhe këto unë nuk e kom ni asnjëherë qeverinë tonë ty përmend se çështje edhe ty për më tregu mua dhe ty dhe tjerëve që e kanë parasysh dhe e kanë mënyrën që do të adresojnë një rrezik të tillë. Përveç tojnë çmime tavan, edhe me çmime tavan na e rregullojmë. Është një veç edhe një çështje për çfarë shumë përmendimta. Domethënë vendimi aktgjykimi i gjykatës shtetuese ka dalë diku në fund 2023-2024, apo jo? Për ligjin. Për një vjet, 2 vjet gati, Almir Kurti ka përdorur ato të thonë s'na gjykata kushtetuese. s'na la LDK-ja se qenë gjykatë kushtetuese një herë. Prandaj s'po mujm kur gjë më vonë. Po. Tash erdhëm 2026, tash po thot që peçojmë edhe një ligjin, pse se bishe ligjin që ata. Me një herë më? Po dhe. E adreson. E dim pse, se s'ka dash me zbatu, edhe nuk e ka ndërmend me zbatu. E ka veç me dalë me fol. Po. Që rasti ne kemi në fuqinë listë për duhanin. Një pjesë e madhe duanxhive, fatkeqësisht, që e konsumojmë, edhe unë, e konsumojnë një lloj duhani që është hicat, pra të reja. Ai duhani me ngrohje quhet. Nuk është djegje, është ngrohje. Dhe që 6 vjet të pushtetit Albin Kurtit nuk ka arrit me ndryshu ligjin, se duhet vetëm një nen në kuadër të ligjit me fut edhe këtë produkt të ri, sepse teknologjia po ecë, industria po ecë. Si pasojë e kësaj, miliona euro Kosova i hup për shkak të kontrabandës. Ky dohan që konsumohet këtu, blehet në rajon, në Kosovë nuk futet legalisht, pra futet ilegalisht. Në për dyqanet e caktuara, apo kur shkojnë njerëzit në Shqipëri, në Maqedoni, në Malzi, apo në Serbi, apo ku do është jashtë që shkojnë. Krejt vendet e rajonit. Krejt vendet e rajonit, furnizohen, pazon për një kohë të caktuar, derisa të shkon herën e dytë me u furnizu, ndërkohë shteti i Kosovës humb miliona, për shkak se këta nuk janë zot një ligj me ndryshu. Një ligj nuk kanë qenë zot me ndryshu. Po ta nalin kontrabandën këta. Këta me antën një nen me ndryshu, me nalë kontrabandën, këta e lënë kontrabandën kështu gjithandej. Përfshirë ministra, unë kam pa ministra dhe deputet të kësaj qeverie, të cilët e pinë këtë lloj duhani kontrabandë. Pra kontrabanda ka me qenë problem shumë i madh dhe dikush ka me përfitu nga kjo. Mallra të kontrabanduara ki në ndërtesat zyrtare. Para mendoni çfarë anomalie kjo. Po. Në botën e sotme.
Po ku vend ai del edhe një cigare, e cila është kontraband. Qeveri, institucionet që përfajtojnë plotësisht, edhe këtu nuk ka as se popi, kontrabandës përfitojnë. Tash, kur Po përfitojnë kontrabandistat. Kontrabandistat mirë, po jo, ka respekt, se nuk përfitojnë vetëm kontrabandistat. Kur e keni situatë tillë që te ki kontrollin përmbi shtetin, përfitojnë kontrabandistat e tu. Po da. Se ti ata që i lejon. ata që s'do me lënë si lën. Po ja çdo. Amo kontrabanda është përfitim serioz. Edhe ka shumë kështu vende gjysmë autoritare kështu me radhë që e përdorin kontrabandën edhe për përfitimet politikave. S'po them që kam bëu këtu çashtu, nuk e di, po kjo nuk është e pazakontë, as nuk është rasti i parë në botë. Dhe kur ki përfitime, Jugosllavia ka marrë luftën, Serbia ka marrë luftën me kontrabandë. Dihet Shqipëria që ka shit naft. Atë naft e kanë përdorur për të mbush tankët dhe për të luftuar. E dyta pastaj e rrit kriminalitetin në përgjithësi, është aktivitet kriminal. Mos harrojmë, edhe kjo e rrit kriminalitetin në përgjithësi. Ndalesat e tilla gjithë kanë dëshmuar. Për shembull, qëra është një rast shumë eklatant në mendimin tim. Qysh ndalesa e rrit kontrabandën. Të zonë Shtetet Bashkuara të Amerikës, vitet 30 mos gabofsha, kur e kanë pas ndalesën për shitjet e alkoolit, nuk kanë ardhur alkooli. Veç u bë kontrabandë, kanë përfituar shumë krimi organizuar. Dhe politikanë, policë gjyqtarët. Njerëz që ka kështu pak mashtral, po nuk e kalon kërkush rakim për atë. Derisa u dash me kthy ata kanë thonë le heqës as po funksionon, dhe kur çes po bëjmë veç po na bën të lashe. Në këtë drejtim tash çore, domethënë po shihet qartë për mendimin tim kur e ki një qeveri e cila në njërin anë mendësi zhvillimin nuk ka. Nuk ka mendësi zhvillimin, pra nuk e din ka që është tek një amaj. Ose nuk po dën me ditë, hajtë mos thonë që janë të padijshëm, po nuk ka qëllim zhvillimi. Pra që ka qëllim, është me mbledh tatime, edhe pastaj me u kthy qytetarëve me qëllime elektorale. Gjithë. Domethënë që më i pëlqy, sa e ke pa për shembull, edhe skemat sociale. Albin Kurti nuk i shndron në ligje. Që më thonë që kjo ligj është transparent, dihet kush i merr qeveritare. Veç vendimet qeveritare. Pse? Që njerëz më thonë Albin Kurti po na jep punë. Kupton? Po. Kjo ka një rëndësie psikologjike kjo. Se shumica njerëzve përfshi fëmijët e mi, e besoj ke fëmijë në Kosovë thonë që ato po atë Albin Kurti kur po na jepni. Kupton? Domethënë tash për llogarisë njerëz sikur parë të Albin Kurti që po ja japin. E kjo fillon të bëhet si e zakonshme. Kjo e para, tash, për me pas efekt që kjo ndi. Ty të vynë një qytetar që nuk po mundet me ja dal me të ardhurat e veta. Saj që mundet me ja dal nuk i bë përshtypje. Mi marri merr, po si bë përshtypje. Apo jo, kur i kiti të hyrat e mira, qeveria po të jap 100 euro. Thua, shumë faleminderit, po. Atë s'kam kur fal obligimin ndaj teje, s'u vetëm sa. Më bëni shumë përshtypje ky Goran Murati, ky i gjithdijshmi. Për pagën e 13 kur u nda, tha po sektori privat tha le të ja dhon pullancët. E ta ndajnë rrogën e 13. Tha që nëse nuk e ndajnë, tha, na muj me bëhe me legjë me detyru. Çfarë qasë këta kanë? Kjo është e frekshme, kjo është budallak. Sepse mirë, po e detyrojshë një biznes. Apo krejt bizneset. Me dhonë pagën e 13. Pra e bën me legjë. Qaj biznes? Kam i shkurtu vendet e punës, sepse nuk ka buxhet për ma shumë. Çka nëse nuk ka i para? Ti e detyron, ai ka bërë planifikimin me pas 10 punëtor, ti e detyron, ai ti jep 2 punëtor, sepse nuk ka buxhet më shumë. Dhe ata 2 punëtor ty kanë me të jashtë. Dhe kush është përgjegjës për shkaktimin e humbjes së vendeve të punës, është politika e gabuar, populiste e një qeverie, që në këtë rast është qeveria Albin Kurtit. Pra kjo është e tmerrshme, mënyra si funksionojnë logjikoj këta. Sa ata shohin që këta përjetojnë qeverisën e vet kundër qytetarëve. Është shumë interesant. Domethënë zakonisht njëri e përjeton qeverisën në shërbim të qytetarëve shkëndesht. Edhe të vetin për përfitimet vetë, dakord jam, po në shërbim këta dyqysh luftën politike e kanë kundër qytetarëve. Mujmë tha me bëllë me legjë. Mujmë tha me bëllë me legjë. Pse po them kundër qytetarëve? Gjëra. Partitë politike në spektrin ideologjik zakonisht domethënë me bënin ndalje. Thjesht ato djathtat janë më shumë pro biznes, apo thonë duhet minimu biznesit, që ai ndihmon ekonomisë, rrjedhimisht edhe qytetarëve, apo. Partitë e mëdha thonë jo, ka dash pak duhet minimu kjo punëtorëve, kushtet e punës, se që to në farë mënyrë e determinojnë një kthim më të madh të pasurisë së përgjithshme në xhepat e qytetarëve. Edhe këto janë, si me thonë, 2 qëndrime politike të cilat i kanë ndërtuar shoqëritë moderne. Herë ka fituar njëra, herë tjetra, e kanë bukaj hap përpara, edhe kanë shku si bashkë.
Pra, në fillim janë dakordu që demokracia liberale nuk vihet në diskutim, ekonomia është e bazuar në treg, për brenda kësaj pastaj na dallojmë, do e bën ato dhe këto. Pra, me thjeshtësu, partitë e djatha janë me bizneset, partitë e majta janë kryesisht me sindikatat, apo? Në Evropë. Albin Kurti e kundër dyve. Do të thu, ka qysh. Me njënën shka. Bide i shkon mirë, mos më konë kundër as njënët. Pa haqë që po pajtohën atë dhe ko ideologjikisht do shmë konë kundër njënët. Me ka një, me sindikata luft, apo? Me biznes. Kryeministri që i ka luftu ma shumë sindikata, se Albin Kurti nuk ka në historinë e Kosovës. Me biznese luft. Me qytetarët luft. Për ka një të qeveristi. Për shembull, apo flasim për çmimet të ava në ndërhyrjen e inflacionit. Pra po them, po duhet me ndërhyj. Duhet me vendosni farë normaliteti. A e ke pa najt takim çdo mujt e fundit të qeveritarëve tonë me biznesin. Për me diskutu këtë problem. Me i thirr për shembull kryeministri me thonë këtë bizneset, jo vetëm naftës, hajde që në këtë rast po flasim për naftë, të gjithë bizneset, me thonë ç'është është puna. Inflacioni ka na shkëkesh. Na duhet me pas një farë kontrolli këtu. Na jemi të gatshëm me i bëj çto hapa. Presim për juve me i bëj çdo që mu takon mes. Apo? Pat kujtojnë pandemi, pat më rrit çmimi i vajit për shembull. Pat shku natyrisht abuzime në për markete, kështu deri në 8 euro më duket. Çmimi i një shishe vaj. Dulen me polici të i pastis marketet me alë gjithë. Po. Të i hynen njënet për i bizneseve, ja këshin gjithë vajnë në depo atje, ka ta vaj bëllë, apo kjo e kam shef. Çfarë mendësie. Aty unë e kom pa, hera e parë që këta dham prova, se ishte fillimi i ardhjes tyne në pushtet. Hera e parë, do të thonë, që dham prova konkrete, që këta e në qmendun. Këta nuk e dinë që është funksionon tregu, as biznesi, as ligjet. Me bastis depot, me gjithë vaj. Ndërkohë që nuk e luftojnë drogën. Njerëz të tyne janë përfshim drogë gjithandej. Vojnë e gjetën. Po vojnë e gjetën, po veç këta rozeta që e prositi se gjetën. Jo, këta jo. Se ta biznes vja u gjoshe, po të vete nuk e pronon kur. Po që të problemi. Mas pare qëre, logjika që të shkanë, se qërë tash të këthejmë se qytetarë... Gjykata e konfirmoja këta akuzën për rozeta e dorë. Amo të këthejmë që diskutim se unë përshoj që shpesh qytetarët keq kuptojnë. Jo që keq kuptojnë, po për shembull këtu ka tash dorën zemre, ka dalë një farzoni keq biznesi, janë pasuruane. Ne njerëz do pizilise, do prej arsyeve tjera, nuk e kanë fort syt mirë. Po veç do të më kthy me thjeshtëzu diskutimin edhe rrëfimin. Pra, çka ka bëu qeveria Kosovës? Ka shku dhe ju ka hit do bizneseve. Kush do të qofshin ata s'po më intereson. Mund më konë edhe individ privat, të cilët e kanë një mall të caktuar, edhe qeveria për thot ti të s'ki qare pa e shrit qëta. S'po du më shrit. Apo, a kom drejtu mos me shrit. Shamu me kom një kjerë. Kuj ki vajnë tonë, e ke vjedhë? Ti po qa dush me tjesh. Po shkon me bastis me gjithë vajnë, po ndërkohë vajnë e ke vjedhë. Po ti po qa dush, unë nuk po du me shrit, qa kiti. Ku ki drejti si qeveri më detyru mu me shrit diqka. Unë e kom një kjerë për shamu, s'po du me shrit. A ka drejt, ashtë policia me thonë, ja, dush me shrit kjerën. Jo, më rësë po du me shrit. Që të ko me ljonë? E tash, këtë drejt du të me gëzu se qëri qytetarë në Kosovë. Apo? Do të me gëzu. S'don me shrit njeri, ose don me shrit njeri. Kur don me shrit, bëhet pjesë e tregut dhe shet qaqsa. As s'ki drejt me ja caktu çmimin. Amo, ki mënyra tjera që shmon është ti me kontrollu çmimin. Kuptimi jo me kontrollu, po me balansu. Pra po them, po të shim lidh këtë biznesin, edhe me thonë qëre, vajo që shtu është problemi, qëtu janë problemet, edhe nëse për shembull ju paguni ku ta diun 10 cent për litër vaj në tatim, unë veç 5 ja marr, që ato 5 ulni. Ama me bëmë ju pas që po marritni për 5 cent çmimin. Çmimi i tatimit atë ka dënim. Apo jo? Po, por me rësh vesh. Pa me jesh vesh. I qet letrat. Pra, që po thonë masat, dush me i bo bashkë me biznesin jo kundër tyre. Dhe biznesin natyrisht që nuk ka hesab me thonë jo në stëngaj. Nuk e di, a janë të edit qytetarë, të edit njerëzit. Se në Kosovë nuk ka investimet huja. Pra investimet e huja janë thujse zero. E konsiderojnë investim të huaj, blirën e banesa nga diaspora. Mirë, shumë mirë që po blenë banesa. Po e nuk sjellë zhvillim. A nuk krijon vende pune. Po ndazi kanë herë kokësarje urbanistike. Absolutisht. Po çfarë Shqipëria? Për neve është shumë e frikshme kjo çka është ndodhur. Kosova është investitori kryesor në Shqipëri.
Pra investuesit kryesor në Shqipëri janë kosovarë. Në biznese të reja, në ndërtim në Bregdet dhe në blerje pronave në Shqipëri. Dhe nuk nalet kërkush me mendu këtu, një qeveritar me thonë, qërën, krejt këto pare që po shkojnë në Shqipëri. Qysh është mundësia që një pjesë me investu edhe në Kosovë, me përfitu edhe na, se ata e kanë të drejtën e vetë me shku me investu, ku da? Por klima që është kriju në raport me bizneset, klima është anti-biznes, ka pasigurit madhe juridike dhe për këtë arsye njerëzit i kanë dalë investime në Kosovë. Dhe këto investime i kanë orientu në Shqipëri. Mra për vikend me pa disa biznese përfshirë resortin e Dugaxhinit në Shënqin. 18 milion euro investim janë atje. Një kryevepër në ndërtim, para që kanë mujt një pjesë më investu në Kosovë dhe me përfitu edhe Kosova. Por duke i kërsnu bizneset, biznesment, me përndjekje, duke i fy, duke i qujt oligark, duke provu mja mbyll bizneset, duke i gjobit, ata jetu i friksu, rrjedhimisht ty asë një investitori huj nuk të vjen këtu, dhe këta që i ki tond, investojnë jashtë. Pra javë ke sjell punën, situatën, sa me çmontu edhe fabrikat për i këtu, dhe me shku me i vendos qoftë Shqipëri, qoftë Macedonia, apo ku do qoftë. Kjo logjik neve ka më na shkatërru. Këtu unë e kam friken, sepse nëse biznese nuk ka, apo bien bizneset, ku i merr paret Albin Kurti për social. Duhet me dit njerëzit se këto pare që ky i ndon, sarë që ka zgjedhje, i merr dikon. Ku i merr? Te bizneset i merr. Te këto bizneset e mëdha që ky i fyn, i kërcënon, i quan oligark. Bile, po ashtu duhet me pas parasysh që një pjesë e konsiderueshme e buxhetit të Kosovës mbushet me TVSH-n e paguajmë na. Pra kur po thotë që unë nuk e hiqe TVSH-n, ky në fakt ka thotë unë s'm ka toleroj ty çmimin. Sa TVSH-n biznesi nuk e çet para vetë. Apo Jo dhe. Qaç ti ja cakton TVSH-n 18%, ai çat 18% ta cakton ty çmim. Kur të blesh ti. Biznesi është veç mbledhsi i asaj paraje. Veç mbledhs edhe bile pagun atje në kufi, ty hi edhe tani veç i merr çto parë. Domethënë praktikisht ky çka po thotë, çka tha aty në seancë, ku vendi që i rashë shuplaka të deputetëve vet, ky thonë qytetarëve nuk ja u hiqet atin. Ky me vetdije të plot i varfënon qytetarët. Po. Shumë mirë. Në fund shumë mirë që tha e kuptoni. Që tha qytetarëve. A po kuptoni çfarë ty po? Po a e kuptoj? Po shpresoj. Tash nëse edhe shtrejtimi i jetës dhe rënia e mirëqenies nuk është arsye e mjaftueshme për me ndru qeverinë se diçka është vetë. Dhe se jemi fare në fund. Dhe në gjithë këtë krizë, pasiguri të madhe që është ndodhur gjithandej, në konfliktet e vazhdueshme, Kosova ka luksin me met pa institucione, pa kuvend, pa institucione. Dhe këtë pa fije përgjithësie e bën Albin Kurti. Nëse ne mesim pa institucione, si mund të përballemi me situatat e paparashikueshme, të një konflikti të mundshëm, të një katastrofe ku ta dion. Kjo është, domethënë, qyre papërgjithësi më të madhe. Nuk mundesh me pas. Veçanërisht se një gjë që duhet me kuptuar është që në situatat e tilla të, çu më thonë kështu në farë brishtësie globale, tash është, po edhe rrezik global do të thënë. Atë se tash është ka marr disa kohë dhe disa nivele kjo lufta. Ne kemi luftën në Iran, në kuadër të saj pastaj është ndërlidhur lufta në Liban, Izrael-Liban, lufta Rusi-Ukrainë nuk ka përfunduar, tash për shembull te ki problemin mes Britanisë të Madhe dhe Rusisë, se Rusia ka qenë në ndërtesa atje dhe Britania e Madhe ka zbulu që ka ndosh me bë sabotazh të linjave të gazit, të internetit kështu me radhë. Domethënë, ata janë tash të dërguar sinjale gati si gjendje lufte. S'po thonë që kanë me hin luftë, po çashtu është diskursi. Lufta e ftoftë është kthy mes Britanisë së Madhe dhe Rusisë. E na këtu, domethënë që 2 vjet merremi me a do të mi pas 85 në salë, a 82 deputet për president. Jo po provoj me këta, jo këta tjetë po lypin pak ma shumë, a i ke pa që ka po thonjë ta televizion ndosi. Ja, këta po lypin shumë, qysh po lypin shumë? Te ki ketë qeverinë dhe kuvendin dorë. Edhe më ta lyp opozita me thonë presidenti po duhet më koni jemi, unë e prapja kësha thonë, edhe sukisht do shumë. Jeti asë që asë ata si në ka e thonë. Opozita po thonë, a po mbe vlo, veç më na e mundësu neve. Dhe PDK ka pas këtë qëndrim,
tash së fundi po duket edhe të kreat të njëjtin po e ka. Më na mundsu neve që na mi pas të dy kandidatët tonë, natyrisht me emra me cilët të diskutojmë edhe me juve, po që na më u siguru që dikush për i propozurve tonë zgjidhet nuk e zgjidhet tonë. Albin Kurti po thotë tas po dojnë kandidat konsenzual, po propozojnë emra. Mirë, e kanë propozuar ti Glau Konjusën. Apo Nën kryetare. në kryetarin e partisë. Apo Njerin më dëgjueshëm domethënë tonë. për ti asnjë emër se këta ndi, ai e partia më e madhe. Se çfarë na krejt edhe kemi qenë fëmijë vet, edhe kemi fëmijë, apo në moshën e adoleshencës, a ke pas që është ndodhur me farë kështu transformimi shumë interesant të fëmijët. Pra, fëmijët në adoleshencë e konsiderojnë veten të rritur mjaftueshëm sa me marrë vendime vet, po jo të rritur mjaftueshëm sa me i marrë përgjegjësitë. Pra e dojnë vetëm privilegjin e vendimarrjes, jo edhe përgjegjësinë e vendimarrjes. Edhe ti e thu, nëse vendos që shtu që kjo e ka që të pasojë dush me baj, ja pasojë të bëj ti. Mule ma veç privilegjit. Ta janë qashtu, e ke po? Na po dojnë privilegjin e pushtetit, se t'vjen punat e përgjegjësit, jo këta tjerë t'i kanë përgjegjësit. Kaq, për sot. Mirupafshim.